Mirë mbrëma, mirë mbrëma të gjitha. Sot jemi në ditën e 5, ku tema është karmat nga jetët e kaluara. Okej, do presim dhe pak. Iliriana, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Enrico, faleminderit. Mirë mbrëma, ALC. Bona, mirë mbrëma. Arieta ime, mirë mbrëma, mirë se erdhe, të dua dhe unë ty. Rudina, mirë mbrëma. Arieta, si je? Emocionalisht, shpirtërisht po flas. Selvie, mirë mbrëma. Okej, si që thash edhe më parë, sonte kemi temen karmat nga jetët e kaluara. Pra çfarë janë karmat nga jetët e kaluara? Si ti kuptojmë, si ti shërojmë, si ti lirojmë dhe çfarë na ndihmon që mos të kthehemi, pra pse shpirti ka zgjedhur në këtë jetë, çfarë janë ato mësime që duhet të marrim. Mirë, gëzohem Arieta. Ariet, po praktikon reikin ti? Okej, me që dolem edhe të kjo tem, së shpejti do hapet edhe reiki niveli parë, po mendoj ta hap me datën 28. Okej, gjithsesi ne avash po fillojmë, pra siç edhe jo thash temën. Okej, super Arieta, bravo. E rëndësishme është që sa herë që gjejmë kohën, sa herë që kemi disa emocione të veçanta, e mira është që ta praktikojmë reikin, sepse kështu ndihmojmë edhe veten, shërojmë edhe veten, kanalizojmë edhe energjinë. Kejsi, mirë mbrëma, përshëndetje, mirë se erdha. Atëherë, le të fillojmë pak çfarë janë traumat. Traumat janë ato pjesët energjetike të cilat vinë tek ne, janë ato gjërat të cilat në jetët e tjera nuk i kemi shëruar dhe her pas here fillojnë të na kthehen. Deni, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Pra, janë këto kujtimet energjetike të cilat shpirti nuk i ka shëruar në një jetë tjetër, dhe vendos që t'i sjell tani për t'i shëruar. Atëherë, dua të ndalem pak te kjo temë, sepse është shumë e rëndësishme, prandaj të gjitha temat pak a shumë i kam marrë të gjitha me detaje dhe jam munduar t'i shpjegoj përveç pyetjeve të tuaja. Tani, duhet të dini diçka, karmat gjithmonë janë kujtime qelizore. Ato janë kujtime mendore, pra gjithmonë Klodi, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Janë kujtime të fushës energjetike, pra kujtime të shpirtit ton. Janë ngjarje ku kemi përjetuar dhimbje ekstreme. Pra, te karmat hyn edhe njerëzit të cilët nuk janë gati për të ndruar jetë, ose janë shumë të ri, ose kanë disa betime dhe disa ngjarje për t'i përfunduar dhe nuk i përfundojnë dot, këto krijohen në karmë. Gjithashtu janë edhe humbjet, edhe tradhtit, edhe nëse kemi qenë luftëtar, edhe nëse kemi qenë pushtetar, pra kemi patur pushtet në jetë, është tek traumat hyn edhe pjesa e braktisjes, hyn edhe frika për jetën. Pra, edhe ato njerëz të cilët kanë frikë të jetojnë, kanë frikë të duan, kanë frikë të dashurojnë, kanë frikë të gëzojnë, pak a shumë hyn tek pjesa e karmave.
përveç këtyre, gjithashtu faji, turpi ose betimet shpirtërore, si që thash edhe më lartë, sidomos priftërinjët, mërgeshat, të cilat kanë bërë një betim që gjithë jetën do jemi beqar, ose nëse ne kemi bërë një betim të cilit kemi thënë unë vetëm këtë person do dua, unë vetëm këti personi do jepem, vetëm me këtë person e shikoj jetën. Do me thënë këto ngjarje hynë tek pjesa e betimeve. Dhe nëse nuk i riparojmë dhe nuk i fshim në këtë jetë, në një jetë tjetër të gjitha këto na kthehen si karm nga një jetë tjetër. Traumat krijohen gjithmonë kur shpirti përjeton diçka që nuk e përpunon dot emocionalisht. Pra, si që thash, është kjo pjesa kur shpirti vdes pa një arsye. Për shembull, njerëzit të cilët vdesin nga infrakti, njerëzit të cilët vdesin kur janë të ri, njerëzit të cilët nuk janë gati për të lëshuar këtë jetë sepse kanë disa misione ose disa ngjarje që nuk po i përfundojnë dot. Pra, të gjitha këto hynë te ky cikel karmik. Gjithashtu na ndodh që kur kemi një karm, shpeshherë disa njerëzve u ndodh si déjà vu. Okej? Pra, kjo tregon që kjo është një traumë nga një jetë e kaluar ose një kujtim nga një jetë e kaluar. Pra, nëse të vjen sa do i vogël një fragment, ti mendon që kur, okej, unë e kam përjetu këtë gjë, okej, unë e di këtë gjë, okej, unë e kam jetuar dhe një herë këtë gjë. Shpeshherë, traumë na kthehet edhe pjesa kur ne i themi vetës, nuk jam gati ta bëj këtë gjë. Ose kur ne nuk e duam mjaftueshëm veten tonë. Atëherë, si që thash edhe më lartë, disa trauma nga jetët e kaluara na vinë edhe pa arsye. Pse na vinë në këtë jetë? Në këtë jetë na vinë dhe gjithmonë asnjë traumë nuk na vjen në mënyrë rastësore. Pra, nëse shpirti nuk e ka marrë një mision për ta kryer këtë traumë, për ta shëruar, për ta përpunuar gjallë në botë, kjo traumë nuk kthehet. Këto trauma zakonisht gjithmonë kthehen kur shpirti është gati dhe ka marrë misionin e tij për ta përfunduar. Si që ju thash edhe mbrëm, zakonisht na ndodh që janë disa impulse të pashpjegueshme, janë disa gjëra që ti menjëherë i jepesh një personi, të duket një përvojë që shpirti e ka kaluar, ke impulse të cilat mendon sikur i ke jetuar dhe një herë. Pra, gjithmonë trupi të jep disa emocione që ti thu si ka mundësi që i kam këto. Gjithashtu tek traumat nga jetët e kaluara hyn edhe kur trupi sëmuret, edhe pse mund të bëni disa vizita, disa kontrolle, por dhimbja vazhdon të jetë, po e njëjta dhe po aty, është pjesa ku këtu tregon që ti e ke marrë një traumë nga jetët e kaluara, sepse doktorët nuk po gjejnë një arsye nga se të është shkaktuar. Pra, gjithmonë duhet të punoni në këtë pjesë. Zakonisht trupi jon, siç e kam thënë, ka memorie. Ka memorie dhe gjithmonë këto memorie dhe këto informacione, sidomos çfarë lidhet me traumat, trupi jon e mban po aty, sepse nuk din si ta liroj, nuk din nëse ne nuk i japim vëmendje, nuk i japim përkushtim, nuk i japim kohë, ai e mban po aty sepse i duket një histori e njohur. Pra, trupit edhe nëse don ta liroj, por e mban qëndrueshëm atë dhimbje sepse i duket diçka e njohur, është ambientuar me te, është mësuar me te dhe nuk don që ta lëshoj. Edhe pse shpirti mund të jetë gati, nganjëherë trupi i mban disa gjëra si impulse të momentit. Traumat gjithmonë krijohen në momente kur ne personalisht kemi ndjerë rrezikun. Nëse në një moment trupi ka dal nga trupi jon, sepse duhet ta shpjegoj pak këtë pjesë. Çdo frikë dhe çdo aksident, sidomos në aksidente,
Nëse e kemi përjetu shumë fort, e kemi përjetu në një mënyrë që kemi ngel të hutuar, që kemi ngel pandjenja, që mund të na ketë radhet fikët, aty tregon që shpirti është shkëput nga trupi. Okej? Pra, edhe kjo gjithmonë na kthehet si një traumë nga jetët e kaluara. Po deni, nervi shiatik është një karm nga jetët e kaluara, është pesha që në një jetë të kaluar mund ta kesh marrë dhe do ndalem pak më vonë t'i shpjegoj se ku na mbledhen zakonisht traumat nga jetët e kaluara dhe pse shpirti vendos që t'i ketë në këtu dhe tani, pse vendos që t'i përjetoj sërish. Atëherë, siç po thoja, nëse shpirti ka patër sado lëvizje nga trupi të vogël, ai e ka kthyr në traumë, sepse në moment që shpirti rikthehet sërish, për trupin është traumë. Okay? Nga jetët e kaluara, sidomos nëse ka patur një vdekje të dhunshme. Pra, duke u rrafur, duke goditur një person, ai person ka ndruar jetë, për një tjetër është traumë. Pra, për atë shpirti i cili ka ndruar jetë është traumë, sepse nuk e ka lënë trupin me dëshirë, por e ka lënë trupin nga frika. E ka lënë trupin nga dhimbja që ka ndjen në trup dhe e ka lënë. E njëjta gjë ndodh tek infraktet, e njëjta gjë është tek aksidentet, e njëjta gjë është tek njerëzit që vdesin të ri. Pra këtu tregon që ka patur një vdekje të dhunshme. Si mund t'jenë kujtimet e kësaj vdekje të dhunshme? Zakonisht ndodh që her pas here njerëzit kanë frikë nga vdekja. Dhe nuk e kuptojnë sepse në këtë trup fizik ato edhe pse nuk e kanë përjetu, thjesht e dinë se si ndodh, e dinë edhe po t'i godas një person, për shembull thjesht edhe duke luajtur ose duke bërë shaka, për shembull i godit me një shpull shumë të vogël, ata e marrin në mënyrë traumatike sepse u kujtohet diçka nga e kaluara. Ose ke disa njerëz për shembull që kanë frikë të bëjnë udhëtime të gjata, kanë frikë t'i japin makinës. Pse? Sepse në një jetë tjetër ai shpirt mund të ketë përjetuar një vdekje në aksidente, ose mund të ketë qenë shofer ose pasagjer. Gjithashtu në një moshë të caktuar, po të them shembull, në moshën 20 vjeç, ti fillon të kesh frikë nga vdekja. Pse? Në një jetë tjetër ti mund të kesh pas një vdekje traumatike. Ose në moshën 30 vjeç, ose 40 vjeç, e keni vënë re se disa njerëz pa e kuptuar dhe pa ditur ta shpjegojnë, thjesht e kanë frikë këtë pjesë. Dhe nuk është se e kanë patur frikë më përpara, ose e kanë frikë sepse kanë pa një shkak, por thjesht në një moshë të caktuar e kanë frikë. Pra aty duhet të ndaleni dhe atë pjesë të jetës duhet ta shëroni, sepse në atë pjesë ndoshta keni përjetuar një vdekje traumatike në një jetë kaluar dhe në këtë jetë ju rikthehet. Tani, siç e thash, janë humbje të papërpunuara. Nëse ka ndodhur, për shembull, ju kërkoj ndjes sepse janë disa tema që shumë njerëz ndoshta nuk janë gati të dëgjojnë, por është mirë t'i dëgjojnë dhe t'i përpunojnë tek vetja e tyre. Pavarësisht se është pak si e frikshme. Pra, tek humbjet e papërpunuara, duhet të dini dhe kemi dëgjuar se cili nga ne për shembull i ka vdek dikuj baba dhe ditën tjetër ka vdek vajza ose djali. Pse? Sepse nuk e ka përpunu dot atë humbje, nuk e ka përjetu dot atë dhimbje dhe gjithmonë nga dhimbjet e forta shpirti jon del, shpirti jon e lëshon trupin. Atëherë, po Klodi, kjo tregon që është një karmë dhe është një karmë e fortë. Për shembull, Klodi, do them një histori personale, kur unë po punoja me veten dhe doja të shëroja me doj mos steroiden time, vetëm me bioenergji dhe meditim, erdhi koha ku
Unë për shembull, edhe nëse isha duke lozur me fëmijët dhe fëmijët më vendosnin dorën në fyt, unë thjesht kisha frikë. Filloja të dridhesha dhe nuk e kuptoja se pse më ndodhte. Kur fillova të vetë hipnotizoja veten, më ka dalë një fragment që në moshën 22 vjeçare, unë kisha ndruar jetë dhe në moment që unë kam ndruar jetë, një person thjesht më ka mbytur duke më ndal frymen. Dhe kjo dhe fiks në moshën 22 vjeç më kanë fillu steroidet. Okej? Pra gjithçka na lidhet. Okej, duhet të lexoj edhe diçka tjetër. Jemi energji, mirë se erdhe. Absolutisht bona, do ndalem edhe tek paraarsit. Paraarsit na japin disa dhurata të bukura, siç janë karmat. Një ndërto mund t'jetë dhe turpi, ndjenja e fajit, depresioni i pashpjegueshëm, ankthi i pashpjegueshëm, stresi i pashpjegueshëm, këto frikë e pashpjegueshme. Thjesht kemi frikë nga humbja, kemi frikë nga varfëria, kemi frikë nga njerëzit, pra kjo tregon që na lidhet me paraarsit. Atëherë, Deni duhet dish diçka. Deni ka bën një pyetje shumë të bukur dhe thot, por kur ke frikë nga lartësia, apo edhe nga traumat mund të lidhet, apo karm. Atëherë, Deni duhet dish diçka. Jo gjithçka e kemi përjetuar. Nëse ti e mban mend veten si fëmijë dhe je rrëzuar nga një lartësi e duhur, ose një lartësi që për një fëmijë mund të jetë shumë e lartë për shembull, dhe ti e kujton dhe ke frikë, është okej. Pra kjo tregon që ti e ke marrë nga fëmijëria jote. Por nëse ti thjesht nuk e shpjegon, për shembull, janë frikë lartësia natyrale dhe lartësia artificiale. Tek lartësitë artificiale futen ndërtesa të mëdha, siç janë pallatet, siç janë ashensorët, siç është avioni etj. Alfred mirëmbrëma. Ndërsa tek frikrat natyrale futen për shembull pas frikë me hym pemë. Dhe gjithmonë boja pyetje vetes, pse unë nuk kam frikë për shembull me hyp në një pemë, por kam frikë nga pallati? Pse? Sepse për shpirtin ndërtesat e mëdha janë artificiale, janë diçka e përpunuar dhe prandaj domethënë shumë njerëz e kanë frikë këtë pjesë. A lidhet me traumat? Sigurisht që po. Mos harroni sepse shpirti edhe nëse bie nga një lartësi e duhur nuk ka frikë, por ka frikë trupi. Sepse trupi do e ndjej dhimbjen më shumë se sa shpirti. Shpirti jon, duam apo s'duam, edhe kur jemi në gjendjen e astralit ne fluturojmë. Shpirti është mësuar me këtë pjesë, ndërsa trupi e vuan. Qyqja, ne jemi të mbytur prej karmave, a na mjafton kjo jetë me i shëru të gjitha? Wow, Rudi, faleminderit shumë për pyetjen. Është e mrekullueshme. A na mjafton kjo jetë me i shëru të gjitha? Po, nëse nuk krijojmë të reja. Mjafton vetëm kjo jetë, por mos harroni se secili nga ne, sa herë që flasim, sa herë që bëjmë diçka të mirë ose diçka të keqe, ne gjithmonë krijojmë trauma ose karma të reja. Okej? Pra, nëse bëjmë diçka të mirë, e krijojmë për mirë, nëse është diçka negative, e krijojmë për negative. Kështu që personi është gjithmonë në lëvizje. Mundohuni që të bëni sa më shumë karma të mira. Disa njerëz që janë të zhytur tek pjesa karmike, duhet të dini që çdo gjë të mirë që mund të bëjnë në këtë jetë, si me thanë, nuk u shumë fishohet, por u mangohet. Pra, nëse një person ka ardhur me shumë karma nga jetët e tjera, në këtë jetë duhet të bëjë 10 të mira që të përfitoj 1 të mirë në botën astrale. Por, nëse ai vazhdon i përpunon, i shëron, i liron, i shkarkon, kjo jetë mjafton për të shëru krejta. Ganimete, mirë se erdhe Dridjelli. Atëherë, duhet të dini sepse këto lloj karmash lidhen direkt me rolin e betimeve.
Pra si që thash, nëse ne në një jetë tjetër për shembull kemi qenë priftërin, pra kemi vendosur që mos të martohemi. Në këtë jetë ose kemi vendosur për shembull të jetojmë komplet vetëm, të jetojmë pyll qenë si ka, ose mund të kemi qenë shërues shpirtëror që jemi marrë vetëm me meditimin. Pra, në këtë jetë si merret kjo karmë? Në këtë jetë ne kur vim kemi shumë problem të krijojmë një marrëdhënie, mund të kemi marrëdhënie seksuale plot, por një marrëdhënie stabël për të krijuar familje e kemi shumë të vështirë. Pra, mendojmë që nuk e meritojmë, mendojmë që nuk është asnjë duhuri për ne. Pastaj vazhdojmë tek hipnoza kolektive që thonë nuk ka femra, nuk ka meshkuj. Po ka dhe femra, ka dhe meshkuj të mrekullueshëm, thjesht i duhet gjesh atë që të përshtatet dhe të punosh me veten. Pra janë disa emocione, prandaj e them gjithmonë edhe femrat të cilat janë divorcuar dhe kanë zgjedhur të rrinë gjithmonë vetëm, jo, nuk do të martohem më, nuk kam më të duhur, nuk ekziston më. Jo, këtu ti krijon një karmë. Është më mirë të thush, ok, momentalisht po punoj me emocionet e mia. Kur unë t'jem gati emocionalisht, pse jo, mirë se të vi. Pra kjo është pjesa ku ti i jep një shtys vetes dhe nuk krijon betim apo premtime nga kjo jetë. Sepse çdo betim dhe çdo premtim që ti e krijon këtë jetë, çfarë mund të ndodhë në një jetë tjetër? Zam shembull ti në moshën futja ko 30 vjeç ke përjetuar një divorc. Okej? Çfarë ndodh dhe si kuptohet në një jetë tjetër? Deri në moshën 30 vjeç ti mund të kesh lidhje të gjata, lidhje të qëndrueshme, fejesa, martesa dhe të gjitha. Në moshën 30 vjeç ty të prishen sërish të gjitha, sepse ke bën një premtim. Dhe pastaj del prapë në konkluzionin që ok, nuk ka meshkuj të mirë, nuk ka femra të mira, unë se meritoj të kem dike, asnjëherë mos e jepni këtë si betim. Alfred, shumë faleminderit, Zoti të rujt. Unë kam vite që vuaj nga rënja e flokëve, më ka fillu nga gjimnazi, shumë vizita dhe analiza për asgjë, kjo mund të jetë karmë e fituar. Atëherë, Klodi, mund të ketë diçka. Nëse hekuri, nëse steroidja janë në rregull dhe vitamina D3 janë në rregull dhe nuk ke probleme nga këto, dhe kjo rënja e flokëve është aktuale, i bie që ti ke marrë nga jetët e tjera. Ndoshta në një jetë tjetër ke qenë tullac, por është pak përqeshur, por është e vërtetë. Dhe çfarë ndodh në këtë jetë ti ke këtë pjesën e rënjes flokëve. Plus duhet dini diçka, nëse një femër në një jetë tjetër ka qenë shumë e bukur, me flokë të bukura, me tipare shumë të bukura, në këtë jetë, sepse ne dim 50% e bukurisë janë flokët. Në këtë jetë, ose do jetë shumë e bukur dhe sjell ta fsheh hirin dhe bukurinë e saj, ose ka probleme tek pjesa e fytyrës, tek pjesa e flokëve, mund të ketë një hund të madhe, mund të ketë tipare që nuk i pëlqejnë, pavarësisht se shumë njerëz mund të jenë te pjesa që wow, sa e bukur që je, por ajo kurrë nuk ja gjen vlerën vetes. Pse? Sepse në një jetë tjetër mund të ketë kaluar këtë përvojën e bukurisë, sa i ka ardhur në veri tek pjesa që se si njerëzit e kanë shikuar vetëm për pjesën e bukur. Pra nuk e kanë vlerësu për mençurinë, nuk e kanë vlerësu për të mira që ajo ka pas vetëm për këtë pjesë. Jo, nuk kam probleme. Atëherë, Klod, nëse nuk ke probleme të tilla, është kjo. Wow, po e vogël kam rënë nga qatia të ndjek macën e zezë se mami ishte tipos që sjell ters dhe kam kris shpatullën e majt. Atëherë ti e ke kriju që fëmijë, Deni. Pra ti këtë traumë e ke kriju që fëmijë. Dhe sa herë që mund të hypesh në një lartësi të duhur, ti mendon dhe je akoma, pra trupi jot, siç e kam thënë edhe tek të tjera, tek live-et e tjera, trupi jot ka memorizu frikën dhe çfarë ndodh duke memorizu frikën. Sa herë që ti je në një lartësi të duhur,
trupi fillon të dridhet, fillon të ketë frikë, fillon pastaj të jap sinjal zemra fillon të jap sinjal mendjes. Është lodh me bukurinë e vet, por është shumë e vërtet kjo pjesë. Atëherë, siç po thoja, te këto lloj traumash hyn edhe nënat të cilat në një jetë tjetër mund të kenë patur humbjen e fëmijëve. Në këtë jetë si manifestohet? Manifestohet duke patur merak të pashpjegueshëm. Pra, ti ke merak për fëmijët, mendon që do I humbësh në një moshë të caktuar, pra gjithmonë shikoni kur u fillon frika. Nëse fëmia juaj është 8 vjeç dhe ti fillon ta kesh frikë të pjesë, po në moshën 8 vjeç fillon të kesh meraqet e tua etj, ti tregon që këtu do më thanë në një jetë tjetër ti ke humbur një fëmijë. Okay. Deni falënderit ty, Lulieta mirëmbrëma. Sa më pëlqen pjesa spirituale, apo na bën ndonjë kurs? Gerta, po, do bëj një kurs shumë bukur, por do jetë për vetë hipnozën dhe për reikin. Pra, të gjithë persona që dëshirojnë të mësojnë vetë hipnozën, gjithashtu dhe reikin, patjetër që po. Atëherë, pse këto trauma aktivizohen në këtë jetë, siç bëri pyetje dhe Rudi më lart, a mjafton kjo jetë? Po, mjafton kjo jetë, sepse shpirti është gati të shlirohet. Ti po jep përparësi shpirtit, ti po jep merit shpirtit, ti po jep informacion, po jep kohë, po I thu unë jam këtu, unë po të mbështes, unë po të jap përparësi, dhe shpirti atë don, për atë është I thirrur, atë kërkon nga secili nga ne që të jetë dhe të ndjehet I pranuar. Okay? Atëherë, nga jeta aktuale, kur ne fillojmë të kemi stabilitet, kur ne fillojmë të japim përparësi gjërave të bukura, punës me veten, siç e themi të gjithë ne. Aty do më thanë këto lloj traumash fillojnë të dalin dhe ti thu si ka mundësi që unë nuk e kisha këtë frikë, pse po më del pikërisht tani? A është e nevojshme? Ku e fitova? Si e fitova? Pra aty duhet ta kuptosh. Atëherë, Klodi thotë jam e interesuar. Klodi je interesuar për reikin, apo je e interesuar për vetë hipnozën? Limoza, mirëmbrëma, dashursie. Iliriana, shumë e bukur kjo pyetje. Sa gjenerata bart karmat edhe si t'i shkëpusim? Karmat, e kam thënë dhe në një live tjetër, trashëgohen nga brezi I parë deri tek I pesti. Pra, vinë si memorje, vinë si frika, vinë si lëvizje, vinë si informacione, por nëse deri tek brezi I 5 nuk shërohen, tek I 6 dhe tek I 7 kthehen në sëmundje fizike. Pra, pse në sëmundje fizike? Sepse ai që është I thirrur për t'i shëruar, nëse nuk I shkëput, nëse nuk I shëron dot, e lën këtë jetë, kur të vazhdoj jetën tjetër, vazhdon po me të njëjtin mision. Dhe nëse akoma nuk je përparësi këtyre gjërave, në mënyrë automatike kthehen, pastaj themi, okay, ka kancer, ka sëmundjen e zemrës, ka tiroide, për shembull siç e kisha unë, ka sëmundje autoimune, pra këtu bashkohen. Pse? Sepse personi nuk I ka shëru. Atëherë, Ilirian, ti thua dhe si t'i shkëpusim. E thash edhe më parë, nëse ndiqni një meditim të udhëzuar I cili lidhet direkt me këto karma, është mënyra e parë. Nëse ti mediton direkt për gjeneratat, mund të dërgosh lutje, mund t'i japësh përparësi kësaj pjese, mund të jesh, do më thënë, vetëm të merresh me këte, nëse ndërgjegjësohesh, nëse mediton, nëse ti punon prap me pjesën e bioenergjisë. Unë kam edhe goca tjera, nuk është se jam vetëm unë, që kanë mësuar edhe bioenergjinë, se si t'i shkëpusim lidhjet karmike, duke filluar që tek familjarët,
që tek jetët e kaluara, që tek personat në jetët e kaluara etj. Pra, varet se çfarë forme dëshiron ti të zgjedhësh. Lulieta, jo, jetë e kursi im. Si shëron traumat që e dim që i kemi. Atëherë, traumat kur ne vedisohemi dhe i marrim përsipër, pra kemi atë bazën e fortë dhe jemi koshient, jemi të vetëdijshëm se këto janë traumat tona, të krijuara në fëmijëri, të krijuara kur jemi më të rritur, nuk është e rëndësishme. Këto trauma, siç e thash, mund të përdorësh hipnozën, mund të përdorësh meditimet, mund të përdorësh bioenergji, mund t'i shkruash të gjitha si të kanë ndodhur, kur të kanë ndodhur, si të kanë bërë të ndjesh, a je gati që t'i shërosh apo jo. Pra varet se çfarë teknike dëshiron ti. Klodi thot jam e interesuar për vetë hipnozën. Perfekt. Kam edhe goca tjera që janë gati dhe shumë shpejt të fillojnë. FV thot edhe unë kam tiroiden. Atëherë, nëse ti këtë traumë e ke krijuar si fëmijë, pra ke qenë një fëmijë shtypur, ke qenë një fëmijë bullizuar, ke qenë një fëmijë ku nuk të është dëgjuar fjala, kjo tregon që e ke krijuar në këtë jetë, këtë pjesë. Pra i ke bërë vetë sabotim, e ke mbyll veten aty ku thuhet. Por nëse e ke marrë nga jetët e kaluara, tregon që komplet brezi jot, dhe këtu futet brezi i femrave, jo i meshkujve, nëse ka patur femra të bullizuara, femra që nuk ju është dëgjuar fjala, femra të cilat janë shtypur nga gjenia mashkullore, kjo tregon që ti duhet ta shërosh në brez, jo vetëm tek ty. Atëherë, kemi e lash tek Rudi. Po fëmijët me aftësi ndryshe janë nga ata të karmave të brezit të 6 e më radh sigurisht. Shumë. Nëse nëna për shembull nuk është se ka përdorur vaksina të forta, nuk është se ka patur probleme me ankthin, me stresin, ka qenë shumë mirë fizikisht dhe emocionalisht kur ka qenë shtatzan dhe fëmia vjen me këtë pjesë, po, është 100%. Iliriane, faleminderit ty. Arsi, Stella, mirëmbrëma, Drit. Soni, mirëmbrëma, shpirë, si je? Unë për të dyja kurset edhe Theta Healing. Deni, absolutisht që mund vish, kemi kursin e parë i cili do jetë vetë hipnoza, pastaj do jetë edhe reiki, niveli i parë, pastaj me kismet do bëjmë edhe Theta Healing nivelin e parë. Ramushaj Bajram, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Po zemër, njëra motër është paralizuar, motra tjetër ka një vit që është me kancer. Po kjo çfarë shpjegimi ka dhe a mund të shërohet dhe a mund të ndihmojmë ne? Alec, e para gjithave më vjen shumë keq. Nuk është një dhimbje lehtë. Shpresoj që ti personalisht mos ta përjetosh si traumë dhe ta lësh, sepse secili nga ne ka ato karmat e veta, përjetimet e tyre etj. Atëherë, po, siç e thash edhe më lart, nëse deri tek brezi i 5 ne nuk shërojmë, pra ata që janë të zgjedhur mund të kenë qenë të dyja motrat e tua për këtë pjesë. Por duke mos pas informacion, duke ndoshta edhe mos ditur, jo për fajin e tyre, por për fajin sepse aq kanë ditur dhe aq kanë bërë e para, sepse ne në Shqipëri nuk është se kemi patur informacion. Nuk po flasim këtu për Amerikën, Italinë etj, të cilat këto mësime dhe këto gjëna kanë këtu e 100 vjet që kanë dalë. Në Shqipëri tani kanë filluar të hynë. Po kjo është e vërtetë, sepse shpirti kur mbushet, çfarë bën? Fillon të sulmoj vetë trupin fizik. Është e njëjta histori si me pjesën e qelizave të mira dhe qelizave të këqija. Pra, varet se cila je përparësi tjetrës dhe se cila është më e fortë. Prandaj janë edhe yin edhe yang, varet se cilën ne aktivizojmë tek ne, varet se cilës i japim ne përparësi.
pra gjithmonë nuk janë rastësore. Këto gjëra sinqerisht nuk janë rastësore. Denisa thot, përshëndetje dashur, a është e vërtet se fëmia merr trauma qysh prej barkut të nanës? Denisa, jo vetëm prej barkut të nanës, prej barkut të nanës i merr direkte, pra i merr përmes emocioneve shpirtërore, fizike dhe emocionale. Por duhet të dini diçka, neve aktivizojmë karma dhe bëjmë një pakt që kur jemi tek barku i gjyshes, pa ardh akoma tek barku i nanës, pra nana jon akoma nuk ka lind, mama nuk ka lind. Dhe çfarë ndodh? Ne aktivizojmë këto lloj sinjalesh dhe shpeshherë traumat kur jemi te barku i mamit i marrim direkt përmes ADN-s, nuk është e nevojshme që ti ta lexosh se çfarë traumash ka heq mami. Por thjesht shiko sa i ngjan e para, pra sa i ngjan fizikisht, sa fjalë përdor si ajo, sa mundosh të jesh njësoj si ajo në gjeste, në lëvizje, në sipërfaqe, dhe shiko se sa trauma ti ke marr. Pra është 100% e vërtet. Alëcë, faleminderit ty që je këtu dhe shpresoj të bëhet më e mira. Atëherë, frekuencat personale tonat kur fillojnë të rriten, për shembull siç është frekuenca dashurisë, frekuenca mirëkuptimit, frekuenca mirënjohjes. Ne fillojmë që këto karmat dhe këto lloj traumash ti shërojmë. E dim që janë aty, i pranojmë, nuk i ulim më dhe i mbajmë tek vetja jonë. Kur traumat shpeshherë na dalin në sipërfaqe, nuk do të thotë që pse mua, nuk do të thotë që është vetëm për ty. Për shembull, shpeshherë karmat janë në bashkëpunime. Nganjëherë ti një karmë mund ta kesh me fëmijën. Ku e kupton? Mund ta kesh me fëmijën nëse i njëjti person me dëshirë të plot, me vetdije të plot, të bën ose të flet keq ose të nervozon në të njëjtën mënyrë si ty, si fëmija. Pra këtu tregon që ti e ke karmen bashkë me fëmijën tënd. Ti mund ta kesh karmen edhe bashkë me vllajin, ose me motrën, ose me nanën, ose me babën. Ku ta kuptojmë këtë pjesë? Për shembull, ti mund t'jesh thjesht duke ecur në rrugë dhe shikon mamin ose babin që po zihet me një person dhe ti në mënyrë automatike shkon dhe i del zot personit tat, pra prindit tat. Kjo tregon që kjo karmë ka qenë e përbashkët. Dhe disa përjetime ne i kalojmë bashkë me prindrit tanë. Okej? Duhet t'jeni shumë të vetëdijshëm te kjo pjesë. Nuk është se e kemi ne një traumë dhe duhet ta shërojmë ne, duhet ta shkëpusim ne, duhet ta bëjmë ne. Duhet të shikoni se disa trauma, për shembull, i marrim bashkë me pjesëtarët e familjes tjetër. Po kur nuk i ngjan mamit, atëherë, kur nuk i ngjan mamit është e mrekullueshme, sepse për shembull, nëse mami jot është bjonde, ti je me flokë të zeza, nëse mami jot ka syje shel, ti ke zi, nëse mami jot nuk është se shumë zakone, shumë gjana, shumë sene, ndoshta që fëmijë ke fillu mos me të pëlqy, mos me qenë pranuese, mos me bashkëpunu për këto gjana, për shembull me nanën, kjo tregon që ti si fëmijë në mënyrë të pavetëdijshme ke fillu me i shkëput. Por nëse për shembull, si fëmijë ti e ke pas idhull nanën, por duke u rrit ka pëlqyer më shumë fjala e babës, ke përdorur më shumë fjalën e babës, ose të një personi tjetër të mësuesit apo dikuj, pra çdo personi që ne mundohemi ti ngjajmë, atij personi fillojmë ti futemi edhe tek pjesa e traumave. Wow, sa shpjegimi mirë, shumë faleminderit Gana. Pse kemi frikë nga një person kur e shikojmë, pavarësisht që nuk kam fare komunikim me te, sa herë shikoj, më je frikë, si energji negative. Belinda, duhet dish diçka, nëse të jep energji negative,
pra flet brendësia e këtij personi. Zakonisht na ndodh që për shembull, edhe ne që bëjmë punë spirituale, mund të takojmë një person në rrugë, i cili, si që themi ne, ka hallet e veta, problemet e veta, ngjarjet e veta të ditës, etj. Por ne kur e takojmë ja marrim pak energji negative dhe vjen një person tjetër, për shembull këtë rast mund vi Rudi të më takoj mua. Dhe Rudi thot, ok, unë takova Sarën, thot, po kishte një energji shumë tullët, kishte një energji, më dha një energji negative. Pse? Sepse unë mund ta kem marrë nga personi tjetër. Pastaj nuk do të gjykojmë sepse jo, ky ka energjinë e mirë, ky ka të keqe, sepse është kjo pjesa që ne nuk e dim se çka po kalon ai person. Do më thënë nuk po ngel që pa marrë trauma, kjo është e sigurt Rud. Kjo është e sigurt. Duam apo s'duam, i marrim. Atëherë, si që bëni pyetje dhe Deni, do më fani veç një sekond. Okej. Atëherë, si që bëni pyetje dhe Deni më parë, ku mbledhen zakonisht traumat nga jetët e kaluara. Shpesh janë në shtyllë kurrizore. Si që tha dhe Deni, persona që kanë hernie diskale, që kanë nerva shiatike, etj. To lloj traumash nga jetët e tjera i kanë mbledh tek shtylla kurrizore, sepse shpirti vetvetiut ka ardhur shlodh. Në bark, gjithmonë traumat të cilat lidhen tek zona e barkut, sidomos tek pjesa poshtë kërthizës, është pjesa mbijetesës. Nëse ne jemi një brez dhe se cili nga ne jemi, një brez i cili para arsit ton me zor kanë mbijetuar, pra kanë vuajtur edhe për bukën e gojës. Zakonisht ne i mbledhim traumat fiks të kjo pjesë, sepse do më thanë që brezi jo nuk i ka shëruar dhe na vinë edhe neve, është e njëjta gjë. Tek pjesa e kraharorit, aty ku kemi humbjet, aty ku kemi pikëllimin. Pra, nëse ne shkojmë për shembull tek një doktor dhe doktori shikon diçka në moshkëri, thot duket si ftoje e vjetër, ose është thot diçka, po nuk e kuptojmë se çfarë. Edhe nëse ti e ke bë këtë grafin 3 vjeç, e njëjta gjë të del. Edhe nëse ti e ke bë 30 vjeç, e njëjta gjë të del. Pse? Sepse ne kena marr pikëllimin, kemi marr humbjen me vete. Normalisht në gjuhën shkencore disa gjëra dhe nuk i din. Ne i kemi marr këto sepse para arsit ton, për shembull, mund të kenë patur humbje të fëmijëve, humbje jete, humbje të papritura, gjithçka. Dhe tek ne vinë thjesht për të shëruar. Tek zona e fytit, si që thash, kemi heshtjen, nëse ne kemi qenë dhe brezi jonë ka qenë një brez i cili ka qenë i bullizuar, ka qenë i shtypër etj, gjithmonë mbledhen tek zona e fytit këtu. Kemi betimet. Çdo betim, mundohuni që mos të betoheni. Çdo betim të cilin ju e bëni thjesht po do ta bëj, hyn tek traumat karmike. Nëse nuk e bëni në këtë jetë, në një jetë tjetër ju keni për ta paguar sa do i lartë jetë çmimi. Nëse dikujt i thoni po këtë gjë e bëj unë, e mbaroj unë, e rregulloj unë, bëjeni. Më mirë thoni tjetrit jo, do e mendoj, ose direkt jo. Nuk bëhet edhe pikë. Se sa të thoni po, dhe nëse nuk e mbaroni në këtë jetë, në një jetë tjetër, ju keni për të paguar. Mund të paguani me bajame, mund të paguani me pjesën e tiroides, me pjesën e laringut, pra është përqendrimi tek pjesa e qafës. Tek zona e shpinës dhe persona dhe kemi shumë, kemi edhe në familje të cilët kanë probleme sidomos me këtë pjesën këtu mbrapa kokës. Nëse personat kanë këtë lloj dhimbje dhe këtë lloj gjaje, tregon barrat karmike.
dhe gjithmonë nga këtu deri tek pjesa që lidhet këtu tek pjesa e kokës janë barrat karmike. Disa persona ndjejnë rëndes, disa persona kanë vështirësi në këtë pjesë, disa persona u bën një gungdhjamore këtu dhe gjithmonë nuk e kuptojnë sepse. Pra kjo tregon se sa barra të forta karmike ti ke sjell në këtë jetë dhe që akoma nuk e ke shëruar dhe ndoshta nuk je marr fare me to. Kështu që nëse doni mund të merreni për shembull vetëm me këtë pjesë që të përqendroheni. Gjithmonë duhet që të kërkojmë histori konkrete. Nëse duam të shërojmë diçka, nëse duam të manifestojmë diçka më të mirë në këtë jetë, na duhen raste konkrete. Pra gjithmonë rastet konkrete ju mund t'i merrni duke bërë një lexim energjetik tek një person i cili lexon energjinë. Në Reiki shumë persona lexojnë energjinë dhe nevojat e personit tjetër, në hipnozë, në meditime etj. Pra të duhen histori konkrete. Të duhet një vizion i qartë se çfarë ti po shëron. Nuk duhet ta dramatizojmë përvojën, për shembull, okej, po pse duhet që karmen e gjyshit ose gjyshes ose të brezit 5, 4, 2 ta hequn. Mos i dramatizo gjanat. Gjithmonë është një maksimumi 2 të thirrën në një familje. Nuk mund të jenë gjithë. E kam thënë edhe herë tjera, shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Dhe të zgjedhurit janë direkt ata të cilit vendosin ta çojnë misionin e tyre deri në fund. Jo, okej, jam mirë tani po meditoj, jam qetë tek mendja dhe mjafton kaq. Gjithmonë nëse vendosni të futeni në rrugën shpirtërore, futuni sa më thellë. Mos shikoni sepse nuk humbisni asgjë. Vetëm keni përfitime. Okej? Rruga shpirtërore është dhurata më e mrekullueshme që ne ja bëjmë vetes, sepse përmes shërimit të vetes kemi mundësi të shërojmë të tjerët. Përmes që ne kuptojmë emocionet tona, kuptojmë edhe tek të tjerët. Kuptojmë kush jemi, kush është misioni jon, nga se përbëhemi, çfarë është trupi fizik. Nuk ka të bëjë gjithmonë që okej, ti je spiritual dhe duhet dish vetëm për ufot. Jo, në botën spirituale ke plot spiritualistë që njoh dhe unë që s'ja kanë idenë çka janë ufot, por tek pjesa spirituale janë zheni. Okej. Marrim edhe ca pyetje. Po e kam mund thot edhe kur qesh shumë. Okej. Qa futet tek barra karmike, është pjesa këtu rrot, tek pjesa që kemi dhimbjen të kjo pjesë, barrat karmike zakonisht na vinë si rëndesa, si mpirje, si dhimbje. Tek karmat karmike, nëse dëshiron që të ta shpjegojnë teori, janë pjesë nëse ne kemi qenë ose kemi patur për arsit tanë shumë kokfort, nëse ka patur vrasje, nëse ka patur këto lendimet, nëse ka patur lufta, gjithmonë këto na mblidhen tek pjesa këtu dhe gjithmonë duhet të merremi me këtë pjesë. Po dhimbja në shpatullën e djathtë, bona në shpatullën e djathtë është pesha që ti mund të kesh marrë sipër vetes në lidhje me anën maskullore. Pra, mund të jesh bë prind i babait ose prind i vllait. Pra, gjithmonë shiko këtë pjesë. Nëse është e krijuar nga kjo jetë, kjo të çon në mënyrë automatike sepse ti po mban përgjegjësi të pjesës maskullore, të gjinisë maskullore, ose nëse je martuar, dashje pa dashje mund të kesh marr rolin e nanës tek burri. Pra, mundohesh që të bësh edhe rolin si grua, por edhe të marrësh përgjegjësi të bashkëshortit. Okej, shohim disa të tjera nëse ka. Unë kam dhimbje tek stomaku dhe model në mes të shpatullës. Dorina, duhet të dish diçka, nëse ty të vjen nga pjesa e stomakut, pra siç tham tek pjesa e barkut dhe ngjitet lart,
Nëse nuk është një ftohje, ose nëse nuk ka të bëjë diçka me pjesën e stomakut, atëherë është diçka që ti e ke marrë nga jetët e kaluara. Cervikale po. Faleminderit ty Rudi, Sara, po dhimbja e kokës, syri djathtë, vajzës i ndodh shumë shpesh. Atëherë, syri djathtë, nëse është një traumë e cila ka nga jetët e kaluara, tregon që dikush ose goca ose një pjesëtar i familjes gjithmonë nga ana mashkullore gjithmonë nga ana mashkullore mund të ketë parë një ngjarje shumë të rëndë. Dhe tek goca duhet merret fiks me këtë pjesë për ta shëruar. Dhimbja e kokës zakonisht merret ose kur kemi shumë informacione dhe nuk i përpunojmë, ose kur mendojmë shumë, pra kemi një kërkesë të mendimeve, se zakonisht nuk dhem koka për dhembin mendimet. Okay? Ose nëse nuk janë këto që thashun, dhimbja kokës fillon të dhem nëse ne nuk kanalizojmë energjinë siç duhet. Tash me shtu kureshtjen të pyes, dhimbja në krahun e majt, çka do të thotë? Dhimbja në krahun e majt do të thotë që energjia femrore nuk është e shëruar. Energjia me nënën, me motrat, me shoqet, me gjinin femrore nuk është e shëruar. Nëse është nga kjo jetë. Nëse ka ardhur tek ty dhe ti mendon që ka ardhur nga jetët e tjera, tregon që edhe nëse ti bën një kontroll të del së është okay, pra nuk është se ke një dhimbje. Ana e majt është ana njerëzore, ndoshta ka shumë njerëz që ti nuk i përpunon dot ti kesh tek ty. Ndoshta je tip që nuk do të afrohesh shumë me njerëzit, sepse edhe këtu na duhet një balancë. Dhe syri majt, si që thash edhe tek Miranda, mund të lidhet sepse në një tjetër mund të kesh parë një ngjarje, por ti e ke parë nga gjinia femrore në këtë rast, të cilën nuk e ke përballuar dot. Dhe ka qenë një ngjarje ku ti ke qenë dëshmitari i saj dhe ka qenë e tmerrshme. Mund të ketë qenë një humbje, vdekje ose diçka e tillë. Gigi thot, Sara, ku mund të gjej meditim për të shëruar karmat dhe vetëm me meditim mund të shërohen? Jo, Gigi. Nuk shërohen vetëm me meditim. Ka teknika dhe forma të ndryshme. E thash edhe më parë, është meditimi, falja, lutjet, mund t'i bësh me bioenergji, mund t'i bësh me reiki, gjithashtu mund të punosh vetë me meditimin. Okej, vajza ime ka 12 vjeç dhe ka 3 vite që i dhe koka dhe më kanë thënë doktorët që është migrenë. Migrena është komplet dorina lehtësisht e shërueshme sepse janë vetëm sinuset të cilat bllokohen. Normalisht bllokohen nga sekrecionet e tepërta ose sekrecionet të cilat janë të ngurtësuara. Pra bllokohet pjesa këtu, pjesa këtej dhe pjesa këtu. Migrena mund të shërohet edhe thjesht me ujë duke shpërlar gjithmonë hundët, me ujë me krip. Por ujë me krip besoj që ajo është e vogël dhe nuk e përballon dot. Por migrena është lehtësisht e shëruar. Mua më lëton syri majt, ka shumë vite, i kam bërë vizitë te doktori dhe më kanë thënë e ke nga stresi. Jo. Syt nuk lotojnë asnjëherë nga stresi, nëse stresi është i lehtë, sepse stresi vjen një kohë ku fillon të na bëhet edhe rutinë. Pra nuk është se ka diçka, fillon të na bëhet kronik me pak fjalë. Syri mund të lotoj sepse nëse nuk ka mbeturina dhe ti thu që
tek doktori del shumë mirë, dhe në këtë rast është direkt pjesa e majt, mos gabofsha. Po, pjesa e majt tregon që ndoshta ke disa lot të paderdhura për disa qoftë nëna, qoftë vajza, mall, ose nëse ke marrë nga jetët e shkuara, tregon e njëjta gjë siç i thash gocës më lart. Unë për shembull që përdor syze optike ka gjë lidhje me karmat, apo sepse kërkoj perfeksionin. Jo, perfeksioni nuk kërkohet në këtë lloj forme. Perfeksioni nuk e ka arritur askush dhe nuk mund të arrijë, por tregon që ndoshta në këtë jetë ose në jetët e tjera ti mund të kesh patur disa përjetime, ose mund të kesh shikuar për shembull dhunë. Mund të kesh shikuar disa persona duke u zënë. Mund të kesh shikuar disa ngjarje të cilat për moshën tënde nuk kanë qenë të pranueshme. Dhe përmes këtyre ti ke vendosur të vendosësh një fasho tek sytë e tu. Dhe tani domethënë ke manifestuar me këtë pjesë. A ekziston magjia e zezë që i thonë? Është yin dhe yang, gjithçka që është e mirë ka dhe një të keqe, gjithçka që është e keqe ka dhe një të mirë. Kështu që varet se kujt ti je fokus, Belinda, varet se çka është magjia për ty dhe sa i beson. Magji mund të na bëjë çdo lloj personi në këtë jetë të cilit ne i japim fokus. Pra, nëse ti në këto momente fillon të dyshosh që një X person ty të ka bë magji dhe ti përqendrohesh tek ajo gjë, përqendrohesh tek ai njeri, ti jep fuqi asaj. Ndoshta personi tjetër as nuk ja ka idenë se kush je ti, thjesht ti i jep energji. Pra ti bën magji vetes tënde, sepse magjit bardh kemi plot, edhe afirmimet janë magji, edhe hipnoza është magji, edhe fjalët që përdorim ne janë magji, pra gjithçka, përvarësisht se kujt i japim fokus. Është e njëjta gjë, sikur tani për shembull që po thonë njerëzit jo, kjo është e mirë, kjo është e keqe, njëna tjetra. A e keni vënë re dhe nuk e mbaj mend tek cili libër e kam lexuar, por e kam lexuar në italisht, dhe bëjnë një eksperiment. Marrin dy njerëz dhe i vendosin në tavolina të ndryshme. Kur i vendosin aty, marrin dy gota ujë, tek njëra gotë hedhin helm, tek tjetra jo. Dhe këtë me helm ja japin një personi dhe i thojnë, nëse ti e pin do shërohesh. Personi e pin dhe nuk vdes. Ndërsa personi tjetër i thonë që ty të kemi hedh helm. Dhe personi tjetër, edhe pse kishte ujin pa helm, në moment që e pin vdes. Pra, mos u jepni fokus këtyre gjërave. Le të thojnë njerëzit ekziston magjia, i bën magji, ky bën magji, jo. Për mua thuj jo. Unë jam e pamposhtër, magjia nuk më prek, mua më prek vetëm magjia e bardhë. Do them një sekret që unë për shembull e kam përdor, kur kam dashur të shëroj inatin, kur kam dashur të shëroj xhelozin, kur kam dashur të shëroj urrëtitjen, kur kam dashur të shëroj këtë pjesën e besimit të magjive, kisha bë diçka dhe bëja gjithmonë shenja. Për shembull, dorën e majt e përdoreja sa herë që më thoshte dikush, një person, dhe i vendosja emra. Për shembull, inatit i vendosja emrin kënaqësi, urrëtitjes i vendosja emrin dashuri, tradhtis i vendosja emrin mirënjohje. Dhe gjithmonë kur një person më thoshte, Sar, ky personi të ka inat, sa lumtur jam. Po si e lumtur? Po jam e lumtur, sepse për mua urrëtitja është lumturi. Okej? Pra, tjetër soni gjanat. Mos u jepni fokus. Faleminderit e dashur Sara, si të veproj për ndalimin e lotimit të syrit. Limoza, duhet të meditosh për këtë pjesë. Duhet kur të ulesh me veten tënde, fillo t'ja kujtosh vetes që gjithçka që ka ndodhur në të mirën tënde.
ti je këtu për të shëruar veten, për të dashur veten, për të tjetërsuar veten. Pra ti pëlqen versionin e ri, mund ta falenderosh syrin për këtë që po bën tani dhe ti tregosh që ti e dashuron. Me bioenergji dhe reiki bëhet me mentor sigurisht Gigi. Bioenergjia, sepse edhe reiki është bioenergji. Varet se çfarë lloj bioenergjie dëshiron ti. Nëse dëshiron që ti ta mësosh, sigurisht që të duhet një mentor i cili ta inicion. Pra, inicimin e bën vetëm një i cili është master teacher. Pra është mësues master. Nëse ti dëshiron që të bësh seansa private, pra normalisht që të duhet një mentor. Nuk mund të bëhet. Nëse ti e ke reiki, mund t'ja bësh vetes tënde. Faleminderit Sara, sa mirë që po na shpjegon. Alët, shumë faleminderit ty, Belinda, faleminderit. Limoza, mirënjohje zemër, faleminderit shpirt, jam shumë e lumtur që jeni këtu. Sa mirë për na shpjegon, faleminderit Alët. Atëherë, gjithmonë duhet të dim që respektoni ritmin e shpirtit. Në çdo traumë që dëshironi të shëroni, respektoni ritmin e shpirtit. Shpirti nuk don që ne t'i shërojmë të gjitha, u than tani dhe duhet t'i shërojmë tani. E kuptova unë një traumë tani dhe duhet ta shëroj tani, jo. Shpirti do ritmin e tij. Ka raste për shembull që ju edhe me një mentor ose thjesht duke medituar me veten, mund të uleni të meditoni dhe thjesht shpirti nuk don në ato momente. Kjo tregon që nuk është gati. Mos e sforconi veten. Tek këto lloj traumash dhe karmash futen edhe frikat pa arsye. Ke bllokime të vazhdueshme, her pas here, fillon të rritesh pak, bum bie, sepse është kjo pjesa ku shpirti nuk e ka realizuar akoma. Shpirti ka disa trauma të cilat i ka kthy këtu, por akoma nuk i keni përpunuar. Filloni të rriteni për shembull në biznes, bum bijeni. Filloni të rriteni shpirtërisht, bini prap. Dhe thua si ka mundësi që unë kam kaq kohë që po punoj me veten, por akoma nuk jam aty ku dua, nuk po dal, nuk po ndriçoj. Faleminderit ju shumë ëmbël, faleminderit ti Gigi. Adesa Sara, wow, emri im. Faleminderit shumë, Deni, faleminderit. Sara, je mirë, më pëlqen shumë, e thjeshtësia jote, sinqeriteti dhe shpjegimi tuaj perfekt. Shumë faleminderit Suzana, shumë faleminderit. Atëherë, marrëdhënie të cilat përsëriten njësoj. E kemi thënë dhe mbram në live tjetër. Të gjitha llojet e marrëdhënieve, qofshin me fëmijë, qofshin me prindri, qofshin me shoqërinë, në punë, të gjitha marrëdhëniet të cilat fillojnë të përsëriten, janë trauma karmike të pashëruara. Nganjëherë kemi reagime të forta emocionale për gjën më të vogël. Pra, ndodh diçka, thjesht tjetri mund të të përshëndes, ti bësh me nerva çka kishte ky me mua. Ose tjetri mund të të buzëqesh dhe ti ke disa reagime, por çka ka ky që po qesh. Pra, këto tregojnë disa trauma që janë vërtet të pashëruara tek ne. Janë vërtet të forta. Si që thash edhe më parë, pse i kemi marrë për t'i shëru. A mund t'i shërojmë në këtë jetë? Sigurisht që po. A zgjedhim një familje traumatike ne për të shëruar këtë trauma? Sigurisht që po. Ne zgjedhim një familje traumatike me të njëjtat karma si ne, me të njëjtat trauma si ne, sepse duam që përmes familjarëve tanë, përmes këtyre njerëzve, ne të pasqyrojmë veten. Të shikojmë ku janë këto trauma për t'i shëruar. Shpirti gjithmonë zgjedh prindrin, ambientin, plagët, familjen, sepse gjithmonë do të nxjerrë në sipërfaqe atë që nuk e ka shëruar nga jetët e tjera. I sjell jo sepse don që të traumatizoj veten, por që don ta liroj veten. Shpirti gjithmonë zgjedh cikle karmike të ndryshme.
nuk është se ti sjell të gjitha tani për tani. Për shembull, ju mund të keni një marrëdhënie shumë të mirë me nënën deri një farë kohe. Dhe pa e prit, pa e kujtu, marrëdhënia prishet. Kjo tregon që ti më përpara nuk e ke riparu. Tani je fiks tek cikli karmik, por je gjithmonë ti ai që zgjedh. Do ta ndërpresësh këtë marrëdhënie një herë dhe përgjithmonë dhe të lindë drejta që ti ta ndërpresësh në këtë jetë dhe ti nëse e ndërpret një herë dhe përgjithmonë, jo ik hajde, por thjesht dua ta ndërpres dhe pik, kjo marrëdhënie nuk përsëritet më. Dhe pse vendosa në këtë rast marrëdhënien me nënën? Sepse të gjithë nënën e kemi të shejt. Por mund të jetë njëjta gjë edhe me vllajën, edhe me motrën, edhe me njerëz të tjerë. A kemi trauma familjare? Po, kemi shumë trauma familjare, të cilat nga jetët e tjera nuk janë zgjedhur. Si që thash, familja është pasqyra më e fortë karmike që ne mund të zgjedhim dhe duhet të përpunojmë aty. Për shembull, gjithmonë nëpërmes familjarëve ne aktivizojmë plagë të vjetra. Mund të kemi një vlla, një motër, nanën, babën, nganjëherë edhe fëmijë që i kemi natë për një sjellje, i kemi natë për disa shprehi. Pra këtu tregon që janë disa plagë që duhen shëru. Dalin në pa konfliktet e vazhdueshme. Dhe kush më bukur se familja, sepse po ta bëj diçka një shok, një shoqe, një person i cili është më i largët, ti ndoshta thjesht e shkëput marrëdhënien dhe nuk i flet më, nuk të intereson më, por nuk të duket aq e dhimbshme, sepse thua ai ishte kalimtar dhe nuk më intereson. Ama kur ndodh tek pjesa e familjes që kemi konfliktet e pashëruara, konfliktet e cilat rikthehen, ndodhin, vjen një moment që ty të dhemb më shumë. Dhe pikrisht këtu e marrim mësimin te këto gjërat e forta. Pikrisht te këto gjëra të cilat na dhembin, sepse këtu tregon. A i kalojmë këto karma tek fëmijët tanë? Po. Të gjitha karmat, nëse nuk i shërojmë, i kalojmë tek fëmijët tanë. E para, përmes energjisë, përmes modelit emocional të cilin e kemi ne nganjëherë dhe të pashpjegueshme, përmes ADN-s energjetike. Por lajmi i mirë është që nëse ne i shërojmë tek vetja, i shërojmë edhe tek fëmijët dhe nuk bëjmë pasim. Por nëse ne nuk i shërojmë këto plagë emocionale, këto trauma karmike, ne në mënyrë automatike i kalojmë edhe tek fëmijët. Atëherë, pyetja tjetër mund të lindë për shembull, pse shpirti i zgjedh këtë trauma? Është diçka, pse mos jetë shpirti i lumtur, pse mos vi shpirti thjesht gëzoj këtë jetë, të mbaroj ciklin e tij dhe kaq, por zgjedh disa mësime, zgjedh disa trauma, zgjedh disa gjëna për t'i shëruar, sepse shpirti don të integrohet. Shpirti nuk don që të rratiset, nuk don që të shmanget. Shpirti sa më shumë përvoja të reja të ketë, aq më shumë don me jetu në këtë trup fizik. Aq më interesante i duket kjo botë. Aq më argëtim ka për te, sepse ti sa më shumë që shëron, dhe nëse keni vënë re, e përdori shpesh një shprehje që themi ne jemi si ai kazani i plerash, që kushdo që ka kalu ka hedh diçka. Dhe ne, duke punu me botën spirituale, me rritjen shpirtërore, nxjerrim diçka sot, diçka nesër, diçka pas nesër, derisa e boshatisim, e lajm mirë, pastaj jemi në energjinë tonë, pastaj jemi shumë të lumtur. Shpirti vjen për me i shkatërru këtë trauma. Sepse edhe shpirtin çdo mendim i joni negativ, çdo dyshim i joni, gjithçka që ne mund ta përjetojmë si negative dhe lodhemi shpirtërisht, lodhemi fizikisht, emocionalisht, shpirti e merr si traumë. Dhe vjen një moment ku shpirti ka jetuar shumë, sa këto gjëna ju kanë bë barrë dhe ati, dhe i sjell, thot, ok, tashi, hajde ta shërojmë bashkë.
sepse shpirti don me ushu, don me u kthy në vetdije, don me keni plot. Mos harroni që çdo traumë të cilën mund ta kalojmë këtë jetë ose kemi kaluar nga jetët e tjera, kemi lënë një copë të energjisë, një copë të shpirtit, një copë të kujtimeve. Është atje, në atë ngjarje, në atë vend, në atë situatë. Prandaj shpirti don me keni plot. Gjithmonë një shpirt i plot ka një trup më të shëndetshëm, ka flok më të bukura, nuk është, ka imunitet ndaj smundjeve. Ka imunitet, do më thënë, është ekzemplar, nuk ka frikë nga si gjë. Sa më i plot jetë shpirti, aq më shumë përvoja të bukura don, aq më i lumtur është, aq më shumë don me eksploru. Atëherë, siç po e thoja, si mund të shërimi ndodh gjithmonë tek këto lloj traumash, kur ne njohim traumën, e pranojmë pa e gjyku, e lirojmë me dashuri dhe pranojmë që të kthejmë fuqinë shpirtërore tek vetja. Pranojmë që gjithçka që ka ndodhur e lëm atje, e këpusim me vetdije. Pra, nëse vendosim të punojmë me bioenergjinë, e shkëpusim me vetdije. Vetdije do thot kur ti je i vetëdijshëm me diçka që po e bën, sa do e dhimbshme mund të jetë ose çfarë do lloj çmimi që mund të ketë. Në shërimin e këtyre gjërave na ndihmon shumë edhe hipnoza e thellë, meditimi, vendimi shpirtëror, pra ti kur i thua shpirtit që unë do të shëroj, vendimi i parë është qelsi i suksesit. Kur ti i thua shpirtit, unë po të dëgjoj, unë po të jap përparësi, unë jam këtu vetëm për ty. Unë jam këtu për të rritur së bashku. Okej, unë kaq kisha përgatitur. Shpresoj të kem qenë e qartë. Nëse keni pyetje në lidhje me këtë temë, okej. Nëse jo, ne vazhdojmë me meditimin. Atëherë, siç e dini, sonte është meditimi është fiks për këtë temë, për të shkëputur karmat dhe traumat nga jetët e kaluara, pra traumat karmike, dhe meditimi është në të njëjtën temë. Nëse ka pyetje, okej, nëse nuk ka, vazhdojmë me meditimin. Rud Gana, goca, më thoni si ndjet muzika, ju lutem. Sa e mirë ishe, shumë e qartë, faleminderit shumë. Dorina, faleminderit ty që je këtu. Jam shumë e lumtur për secilën që jeni këtu, sepse kjo tregon që jeni gati për t'i dëgjuar edhe këto biseda që për shumë njerëz duken jo normale. Më kollaj shkëputen traumat të kësaj jete apo të karmike. Bravo, Rod, shumë pyetje e bukur, shumë faleminderit. Atëherë, Rudi thot, shpresoj të jetë një përgjigje edhe për ju të tjerët, sepse Rudi ka bërë një pyetje shumë interesante ku thot, më kollaj shkëputen traumat të kësaj jete apo të jetëve të tjera, pra ato karmike. Të kësaj jete shkëputen më thjesht, më bukur, sepse i njohim. Janë të prekshme, janë të besueshme edhe për mendjen edhe për shpirtin, sepse është përvoja jote dhe shkëputet më lehtë. Ato të cilat ne i mbartim, i sjellim nga jetët e tjera, ato të cilat ne i kemi memorizu vetëm në vetdije, nganjëherë trupi dhe shpirti nuk bashkëpunojnë sa duhet. Prandaj na duhet një kohë gjatë dhe prandaj thash mos se sforconi shpirtin. Nëse shpirti nuk është gati për të liru, mos e sforconi. Limoza thot shumë faleminderit, një super shpjegim, mirë njohje zemra, faleminderit ty shpirti bukur. Klodi perfect, faleminderit Drit Ganja, super. Kam bërë një pyetje më lartë, por e lexova apo ke edhe një pyetje tjetër? Jemi energji dhe sa të bukura këto shpjegime, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që je këtu. Sa herë duhet të bëjmë këtë meditim që do bëjmë tani? Klodi, këtë meditim, edhe një pyetje kam.
Okej, Rud, nëse spërton, thuje sërisht ose po hyj prap tek pyetjet. Atëherë, sa herë duhet ta bëjmë këtë meditim, thot Klodi, këtë meditim kur në moment që do hidhen YouTube, unë do vej njoftimin në Instagram sigurisht, do hidhen njëra pas tjetrës dhe duhet ta dish që këtë meditim mund ta bësh sa herë që ti zbulon një traumë karmike tek vetja, gjithmonë përmes këtij meditimi ti do hysh dhe gjithmonë e liron. Suzana, faleminderit ty. Tensioni i lartë tek të moshuarit, a ka lidhje me ndonjë karm? Tensioni i lartë, Rud, tek të moshuarit, apo tek të rinjët, apo kudo që ndodh, po ka lidhje me pjesën karmike, sepse tregon e para duhet analizuar pjesa nëse personi po mbart ose ka aktivizu memorien e tij më shumë. Pra, nëse nuk ka një gjendje emocionale ku ka mendime të shumta, ka shumë pse, ka këtë luftën tek ana mendore, është pjesë karmike. Unë e kam shëru vetë tek vetja, sepse në krejt familjen time, gjithë familjarët, duke përfshi edhe mu, kemi pas të njëjtin problem me pjesën e shtypjes gjakut apo tensioni, siç i themi në Shqipëri. Sepse është kjo pjesa ku ne fillojmë të luftojmë pak edhe me shpirtin, ne fillojmë ta vendosim trupin në presion për shumë gjëra. Kështu që është. Sara, unë nuk të njoh për të ndjek gjithmonë dhe nuk e di, për kam një dashuri mirënjohje për ty. Unë e ndjej që ti punon më shumë dashuri dhe jep shumë. Suzana, shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që je këtu, sinqerisht për secilën nga ju. Jam shumë e lumtur sepse po bëni më të mirën për vete. Faleminderit ty, Rud. Atëherë, më thoni si ndjet muzika, ju lutem. A dëgjohet muzika? Shumë mirë. Okej, perfekt. Atëherë vazhdojmë. Kush dëshiron mund të shtrihet, kush dëshiron mund të qëndrojë në atë lloj pozicioni që është, kush dëshiron mjafton që shpina të jetë drejt, pra zgjidhni ju pozicionin, zgjidhni ju rëndësinë e meditimit, çfarë ju i jepni. Pjesën tjetër e bëjon. Okej, vazhdojmë. Gjej një pozicion të rehatshëm, ulur apo shtrirë. Dhe tani që trupi është ulur në një pozicion të rehatshëm për ty, mbylli sytë dhe veshko frymarrjen. Merë frymë thellë, liroje ngadalë. Merë sërish frymë thellë dhe liroje ngadalë.
Dhe ti e shikon që trupi është i relaksuar. Sistemi nervor fillon që të ulet. Dhe vëmendja jote largohet nga mendimet. Dhe ti dal nga dal, zbret drejt brendësisë tënde, si një shkallë e padukshme, e cila të çon thellë në qenien tënde, aty ku koha fillon të humbas formën e saj, rëndësinë e saj. Dhe ti hyn më thellë, akoma më thellë. Ju ndjeheni të qetë dhe shpirti fillon të hapet. Dhe tani përpara teje shfaqet një shkallë. Ku në të cilën do bëjmë 10 hapa drejt shërimit. Në çdo hap ti zbret më thellë në nënvetdijen tënde. Dhe ti vazhdon të hedhësh hapin e parë. Dhe ndjesh më i qetë. Në hapin e dytë, ndjesh më i lehtë. Në hapin e tretë, ndjesh më i lirë. Në hapin e katërt, më i sigurt. Në hapin e pestë, më i hapur. Në hapin e gjashtë, je në qendër. Në hapin e shtatë, je më thellë. Në hapin e tetë, je akoma dhe më thellë. Në hapin e nëntë, ti je gati. Në hapin e 10, tani është koha. Përpara teje shfaqet një dritë, një portal shpirtëror. Kjo dritë të çon aty ku ti je gati të shkosh. Kjo dritë duhet ta ndjekësh. Këtë dritë e ndjek vetëm ai ose ajo që është gati të shërohet. Ndiqe dritën dhe hyr në dritë. Shpirti yt tani të tregon ndoshta një kujtim nga kjo jetë apo nga jetët e tjera. Një ndjesi, një emocion apo dridhje trupi. Mos e analizo, vetëm ndjeje. Vazhdo ta shikosh këtë traumë. Vazhdo ta shikosh si një mësim. Por tani je gati që ta lirosh. Dhe kjo dritë zbret mbi ty, mbush çdo qelizë, çdo neuron, çdo molekul. Fillo të kujtosh betimet, të cilat mund t'i kesh bërë nga kjo jetë apo nga jetët e tjera, të cilat të janë bërë shprehi
dhe në mënyrë vizuale mund t'i shkëpusësh. Mund të jetë një ose disa në të gjitha dimensionet dhe kohët të cilat ti ndjen. Në këtë hapësirë nuk kërkohet asgjë, por ty mund të shfaqen imazhe, ndjesi, emocione, boshllëk. Gjithçka është normale. Asgjë nuk detyrohet. Shpirti hap vetëm atë që është gati ta lirojë. Dhe energjia e vjetër fillon të lëvizë. Ti mund ta ndjesh si falëzim në trup. Dridhje lehtë. Lot pa arsye. Ndjesi këputje. Trupi e din se çfarë po liron dhe çfarë po bën. Nuk ka nevojë për ta kuptuar. Të gjitha emocionet të cilat kanë qenë të ngrira fillojnë të shkrihen. Energjia kthehet në qendër të zemrës tënde, ku trupi ndjet më i plot, më i pranishëm. Ndoshta mund të kesh një ndjesi sikur ke humbur diçka. Është krejt normale. Por ti je kthyer në shtëpi. Ti je kthyer tek vetja jote. Ti je kthyer tek energjia jote. Ndjeje një val energjie e cila kthehet tek ti. Është fuqia jote, drita jote, vetë dashuria jote. Dhe tani është koha që dal nga dal ta mbyllim këtë portal. Të falenderohemi. Ndoshta në këto momente ndjen të nevojshëm të falenderosh Zotin, apo shpirtin tënd, apo veten tënde të tanishme. Falenderohu për atë që ti e ndjen tani. Dhe dal nga dal fillojmë të zbresim shkallët. Zbresim shkallën e 10. Ti je i plot. Tek shkalla e 9 je i lirë. Tek e 8 je i mbrojtur. Tek e 7 është kthyer energjia. Tek e 6 ti e ndjen që fuqia jote shpirtërore është më e fortë. Tek e 5 ti je pranues. Tek e 4 ti e kupton rëndësinë e shërimit. Tek e 3 mund t'i thuash një bravo të madhe vetës tënde. Tek e 2 ti e ndjen komplet trupin tënd fizik. Tek e 2
Ti je në këtu dhe tani. Tek shkalla e parë, merr frymë thellë dhe liroje ngadalë. Dhe tani e ndjen që je i plot, i lirë, i mbrojtur dhe i sigurt. Merr sërish frymë thellë dhe liroje ngadalë. Dhe kur të ndjesh gati, mund t'i hapësh sytë. Iliriane, faleminderit ty. Arsi, faleminderit ty. Jemi energji, faleminderit shumë. Shpresoj të kesh kërkuar diçka, ibadete, faleminderit shumë. Gana, faleminderit drejt. Rod, faleminderit shumë. Pirina, faleminderit shumë. Gerta, faleminderit drejt. Sokol, faleminderit. FP, faleminderit. Belinda, faleminderit shumë. Rënqethi në të gjithë trupin, perfekt Belina, kjo tregon që ti ke shkarkuar. Super. Miranda, faleminderit dritë. Dorina thot, po më dridhe i këmba dhe krahu i majt, kur po bëja meditimi, çfarë do të thot të lutem. Dorina, kjo tregon që te kana femrore ke shkarkuar më shumë në këtë meditim, jam shumë e lumtur për ty, bravo. Selvia thot, kam dridhje në të gjithë trupin. Perfect. Super. Lirime, shkarkime. Super. Super, perfect, goca. Goca dhe gra. Tani, takimi i radhës është nesër. Nesër kemi ditën e 6. Kështu që avash, si thush, po shkojmë drejt fundit. Takimi i radhës është në orën 8 deri në 9, do jemi sërish së bashku, ku do ketë një temë tjetër, një meditim tjetër, dhe jam shumë e lumtur për secilën nga ju dua fort, faleminderit që gjeni kohën të punoni me veten. Faleminderit që po bëni më të mirën për veten, informacione, pse mos t'i dim, pse mos t'i kemi, pse mos t'i zbatojmë. Deni thot, faleminderit për këto shlirime, unë kur po zbrisja shkallët, unë ngrit një dritë, ishte një tullac, që shkëlqente në gjyrari, wow. Pastaj tek shkalla 1 më doli një fener me dritën e bardhë. Perfect, super. Ky është një përjetim i jashtëzakonshëm den. Dorina, shumë faleminderit, je mrekullueshme edhe ti.
Në këtë raste kur komplimentojmë tjetrin, tregon se sa pastër jemi ne dhe sa dashuri kemi ne që t'japim tek të tjerët. Jam shumë e lumtur. Rudi, natën e mirë dritë, takohemi nesër. Selvie, faleminderit ty, jam shumë e lumtur që je këtu. Shumë faleminderit e dashur Sara, thot Limoza. Shumë faleminderit ty, jam shumë e lumtur për secilën nga ju. Takimi radhës, siç u thash, është nesër në orën 8, takohemi me një temë tjetër, me një meditim tjetër. Deni, shumë faleminderit ty. Trupi im u mbush me djers. Wow, perfekt Limoza. Iliriane, natën e mirë. Natën e mirë, takohemi nesër gocar dhe gra, vazhdojmë me një temë tjetër, një meditim tjetër. Jam shumë e lumtur që jeni këtu, ju dua fort, ju përqafoj fort, natën e mirë, gjumë të ëmbël dhe fjeqe rehat.